Mirëmbrëma, mirë se erdhët në NAU, mirë se erdhët në Euronews Albania. Pas bllokimit që i bëri gjykata kushtetuese pezullimit të Belinda Ballukut nga detyra e zëvendës kryeministres, SPAK ka hedhur hapin e radhës duke kërkuar nga parlamenti autorizimin për arrestimin e saj për një mas më të ashpër sigurie, arrest shtëpie ose në burg. Kërkesa u dorëzua këtë të martë në Kuvend dhe sipas njoftimit që shpërndau prokuroria e posaçme, qëllimi është arrestimi i Ballukut për manipulimet me tenderin e tunelit Llogaras, por edhe për procedurat e tenderave të Unazës së Madhe të Tiranës. Një zhvillim me peshë jashtëzakonshme institucionale, por jo i vetmi i kësaj dite. Po sot, SPAK lëshoi 8 masa sigurie në kuadër të një hetimi për një grup të strukturuar kriminal të dyshuar për abuzime me tenderat e Akshit. Drejtoresha e këtij institucioni u vendos në arrest shtëpie për biznesmenin Ergys Agasi, u lëshua masa arrest me burg, ndonse kjo mas nuk është ekzekutuar, ndërsa zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit u pezullua nga detyrat. Të gjitha këto masa prekin drejt për drejt administratën shtetërore, sektorin e teknologjisë publike dhe strukturat e policisë. Sot kemi një goditje të drejtësisë në disa pika kyçe të pushtetit ekzekutiv me akuza që flasin për bashkëpunim të strukturuar dhe shkelje serioze të ligjit në zemër të institucioneve shtetërore. Apo vepron SPAK mbi bazën e ligjit dhe duke treguar se askush nuk është mbi të, a jemi në një fazë ku drejtësia ka hyrë në një përplasje të hapur me pushtetin ekzekutiv? A do të votojë Rama dhe mazhoranca kërkesën për t'i hequr imunitetin Belinda Ballukut, apo do ta mbrojë atë? E nëse ndodh kjo e fundit, çfarë rruge i mbetet të ndjek SPAK? A është kjo përplasja e fundit Rama Dumani? Për këtë do të flasim sonte. Unë pa humbur kohë dua t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Në studio kam Edi Ferhatin, kolegun tim nga Euronews Albania. Mirëmbrëma Ferhati. Mirë se erdhe në NAU. Flogert Muça, gazetar, analist. Mirëmbrëma Flogert. Mirë se erdhe Mentor Kikia, gazetar, mentor. Mirëmbrëma. Shumë kënaqësi që je këtu. Bledian Koka, gazetar, Syri TV. Bledi, falenderoj që je edhe ti me mua. Do të kem në një lidhje online Ervin Karamuçon, profesorin e kriminalistikës. Më pas me mbrëma Karamuço, mirë se erdhe. Më pas do të kem në një lidhje edhe Eksiola Sheun, kolegen time nga Euronews Albania, e cila duhet jetë në Kuvendin e Shqipërisë. Regjia, të lutem, më nxirr vetëm shkresën që SPAK, prokuroria e posaçme, i ka dërguar sot Kuvendit të Shqipërisë, ku i ka kërkuar heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. Dhe po e lexoj shumë shkurtimisht. Ju përcjellim kërkesën për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë së deputetit, ministrit zëvendës kryeministrit Belinda Balluku nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit personal nga ajo e ndalimit për të dalë jashtë shtetit e parashikuar nga neni 233 i Kodit Penal etj. Pra nuk po e lexoj të plot shkresën. Kjo është shkresa që i ka mbritur Kuvendit. Ferhati, po e nis pak me ty, pastaj do të shkoj te Karamuço se ai do jetë më pak me ne. Pse SPAK ka kërkuar këtë masë? Pra bëhet fjalë për një ndryshim mase, pra ajo e pezullimit dhe po ndryshon tani në arrest me burg ose në shtëpi, apo ka akuzat e reja pra për Belinda Ballukun? Dhe kjo është një masë krejt tjetër, për ta kuptuar pak. Nëse do të interpretojmë, para se të shkojmë tek rrjedhja e kokës, sepse kjo është vetëm koka e asaj çfarë kanë bërritur në Kuvend, dhe ne nuk jemi njohur me diçka që është shumë e rëndësishme se sa vetëm përcjellja e kokës një dosje që ka shkuar sot në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Paragrafi i fundit flet për relacionin e arsyetuar të shoqëruar me provat përkatëse. Për çfarë provash bëhet fjalë? Kush janë provat përkatëse? Tani, ky relacion, i cili sipas parashikimeve ligjore duhet të ruhet nga anëtarët e Këshillit të Rregullores Mandateve dhe Imuniteteve, sepse ka dhëna të karakterit të sekretit hetimor. Ti ke dijeni çfarë përmban ai relacion? Tani, unë nuk kam dijeni. Kur të shikoj relacionin, do të flas. Ne mund të komentojmë deri në këtë fazë që jemi, që ditën e sotme, në një mënyrë të beftë, do të thoja, dhe ndoshta unë që vjen më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Dhe ndoshta unë do të dal pak nga ajo radha e të rreshtuarit, po themi, tek spakistët, për arsye që i kam argumentat dhe arsyetimin tim, sepse thash, ka ardhur në një moment të beftë, duke u ndalur tek vendimi i gjykatës kushtetuese i datës 12 dhjetor, pra të premten e kaluar, ku SPAK-u duam apo s'duam, për arsye që nuk po i analizojmë tani, po themi që mori një lloj goditje në raport me përplasjen që nëse deri dje ishte një përplasje e ftohtë, tani unë shikoj një përplasje shumë
frontale. Frontale Dumani Rama. Patjetër Dumani Rama, Dhe qeveri po përmend SPAK. Ramën, jo, s'po përmend qeverinë se askush nga qeveria s'ka dalë përveç Ramës. Duket që ai është në ballë të luftës që po zhvillohet. Po tani thënë. Rama ka thënë qeveria kur do qeveria. Dakor. Edhe kjo vlen. Edhe kjo vlen, po nga ana tjetër kryeministri me çfarë shikohet paktën apo duket, ka zgjedhur që të jetë ai përfaqësuesi i kësaj beteje, që tashmë po merr edhe për masat e luftës, se beteja kemi patur edhe më herë, pa kënaqësi etj me radhë. Këtë herë ka ndryshuar loja, po Pra themi. nuk po vepron SPAK vetëm me mjete ligjore, është futur dhe në betejë politike po Tani, thua? unë po them mendimin tim. Unë e shikoj veprimin e sotëm, qoftë juridik, qoftë edhe të politikës penale, SPAK-ut, si një veprim ndoshta indikuar edhe në kuptimin e inatit apo një mlefi lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për disa arsye. Pra është një kundërpërgjigje e SPAK-ut kjo. Është kundërpërgjigje e pastër. Unë personalisht do ta mirë kuptoja, sepse këtë mjet ligjor, se ky është një mjet ligjor, SPAK-u këtu ka të gjithë drejtën e Zotit, ka të gjithë drejtën kushtetuese, ligjore, të normuar etj me radhë, që ti drejtohet kuvendit. Unë nuk kuptoj pse është zgjedhur ky moment. Dhe këtu pastaj dalim edhe tek përgjigja. Janë goditjet e fundit Dumanit këto para se të lë detyrën? Nuk e di nëse janë goditjet e fundit apo janë të parashikuara Dumanit apo janë inate etj me radhë. Çështja është që nëse SPAK-u do ta kishte dorëzuar, do të kishte ndjekur këtë rrugë ligjore që në fillim, atëherë unë do ta mirë kuptoja. Por kur ti merr një goditje, po themi, nga gjykata, qoftë një vendim i drejtë apo i padrejtë, është tjetër çështje. Merr një vendim nga gjykata më e lartë e Republikës së Shqipërisë, është gjykata kushtetuese, i cili konstaton një lloj shkelje, uzurpimi të kompetencave, quajini ju si të doni, ti nuk mund ta përdorësh këtë kartë apo ta mbash si as në mëngë. Ta mbaroj të lutem. Jo, përfundoje se e analizojmë këtë, sa të duam. Ajo që dua të kuptoj unë është kjo. Pra është një masë e re për shkak se i kanë gjetur shkelje të Po jo, tjera. pra nuk ka mastre. Ne sot, nëse do të analizojmë njoftimin për shtyp Po pra, unë këtë tentova të analizoj dhe e kisha të paqartë. Ka brenda një mini lajm, është rasti që emri i Belinda Ballukut është regjistruar si person në hetim për gjitha lotët e unazës jashtme Tiranës. Po. Ama nga ana tjetër, unë do ta mirë kuptoja SPAK-un nëse do t'i drejtohej kuvendit me një akuzë shumë të rëndë se sa ajo akuzë. Shkelje barazisë në tendera. Tani që mos japim vetëm marrë kohë profesorit, do ndalim më vonë për të shpjeguar. Jo, ndalemi më vonë vetëm se nga që e kam për çfarë profesorin akuzë bëhet fjalë. më pak minuta. Karamuço,